Ish këshilltari politik i Wesley Clark, Michael Durk, përfundoi dëshminë të enjtën pro Hashim Thaqit në gjykatën speciale në Hag. Në ditën e dytë ai pranoi pyetje edhe nga prokurori edhe nga mbrojtja e Thaqit. Por edhe pse është dëshmitar, Durk tha se nuk e ka lexuar aktakuzën ndaj katërshës së ushtrisë lirimtare të Kosovës. Në të gjitha përshkrimet për strukturën e UÇK-s, Durk vlerësoi se ajo nuk kishte komand të konsoliduar me dikë në qendër që jepte urdhra për zonat operative. Komandantët e zonave operative kishin autonomi të konsiderueshme dhe ekzistonte vullneti i tyre për të vepruar me kokën e tyre kur ata e mendonin të përshtatshme. Sipas tij, Thaçi përshkruhej si drejtor politik i UÇK-s, por ndërkombëtarët nuk e kishin të qartë marrëdhënien mes elementit civil dhe luftëtarëve në terren. Për të pohoi se më 1999 kishte mbajtur fjalim që të ndalohej dhuna. Nuk kishte kompetencë, nuk kishte autoritet Hashim Thaçi ta bëjë këtë gjë atë kohë. Ish këshilltari i ish generalit amerikan të NATO-s u pyet nga prokurori edhe për disa raporte ku pretendohet se UÇK-ja kishte kryer krime, por ai tha se nuk i kujtohen. Por në anën tjetër, sipas tij, gjatë luftës në Kosovë, të përfshirë ishin edhe paramilitarët nga popullata serbe. Veprimtarit nuk ishin të bënin thjesht me kontrollin e qeverisë serbe, por gjithashtu edhe me grupe paramilitare të cilat ishin zhvilluar në popullsinë serbe në Kosovë. Në shumë vende, këta banor serb lokal po i japnin informacion sa i takon se ku duhet të përqendroheshin forcat serbe. Durk e përfundoi dëshminë 2 ditore të enjtën, ndërkaq të hënën e ardhshme pro Thaçi do të dëshmoj vet ish shefi i tij, ish generali i NATO-s, Wesley Clark.